Si pasojë ankesave të njëpasnjëshme nga qytetarët lidhur me mungesën e këndëve publike të lojrave për fëmijë si dhe dëmtimin e pajisjeve ekzistuese, sektori për investime ka ndërmarrë së fundmi disa hapa konkret për përmirësimin e infrastrukturës për fëmijët. Janë kryer punime restaurimi në këndin e lojrave pranë plazhit të vogël, ndërsa është realizuar restaurimi i plotë i këndit të lojrave në afërsi të shtëpisë së kulturës. Sekretari për investime, Miner Karamanaga, deklaroi se pavarësisht ndërhyrjeve të herpashershme, këto kënde lojrash përfundojnë shpesh në një gjendje jo të mirë për shkak të dëmtimeve të vazhdueshme dhe mungesës së mirëmbajtjes së rregullt. Komuna Ulqinit, siç e kemi premtuar dhe siç e kemi theksuar para vitit të rinë, i kemi shpall 2 prokurime publike, pra 2 tender për rregullimin e 2 parqeve në komunën tonë. Ai kemi filluar me parkun në plazh të vogël, i cili ka kushtuar afër 10.000 euro, dhe ne kemi sanuar dhe kemi bërë blerjen e disa pajisjeve të reja dhe më mërmene se veç ka e kemi prur në një nivel të bukur ku fëmijët mund të luajnë në mënyrë të bukur dhe të sigurt. Projekti i dytë, të cilin ne kemi filluar po ashtu para vitit të ri, kemi përfunduar projektin, kemi përfunduar të gjitha procedurat tenderike dhe ishte realizuar në muajin e kaluar, është parku i fëmijëve pranë shtëpisë të kulturës, dhe siç e keni vërejt ka qenë një diçka shumë e qelluar, ishte shumë i vizituar. Ky investim ka kushtuar, por shuma e cilin është 53.000 euro. Pra bëhet fjalë për një park modern, cilësor, dhe besoj që ashtu do të mbes, pasi që veç edhe për disa ditë, cili ka qenë në funksion, veç kanë arritë të prishin disa lojra, ne i kemi paraqitur edhe kamerat të cilat do bëjmë mbikëqyrjen, ftesë të gjithë qytetarëve që të mbrojmë, të kujdesemi për parqet tona, pasi që atë park është veç për së dytë herë që ne si komunë e kemi restauruar, mirë, por kësaj herë ka qenë është veç diçka më serioze, më e bukur, edhe të gjithë qytetarët, siç e shihni edhe vetë, ka fluks të madh, ka vizitorshmëri të madhe, një investim shumë i qelluar dhe më së i nevojshëm. Një apel të gjithë qytetarëve që të ruajnë jo vetëm parkun, por të gjithë ata që komuna i investon, jo më njëherë të prishin, pasi që veç pas disa ditëve veç i shprish një mjet aty, kështu që besoj që do të jemi të gjithë të kujdesshëm dhe të mbrojmë pasuritë tona. Karamanaga shtoi se përveç kësaj nisme janë planifikuar dhe ka nisur tashmë disa investime të tjera që synojnë krijimin e hapësirave të sigurta dhe të përshtatshme për fëmijët. Këto ditë do të fillojnë po ashtu edhe rregullimi i 2 parqeve të tjerë, është një mrapa ndërtesave të kopshtit Dixhillonjat, një projekt shumë i bukur dhe përveç që do të ketë një park të vogël për fëmijë, aty do të rregullohet edhe vend parkimi, do të asfaltohet, do të rregullohen edhe ujërat atmosferik, kështu që një investim më i nevojshëm e kemi shpallur këtë tender veç 2 herë më përpara, nuk kemi pas interesuar, tani është lajmëruar një kompani nga Ulqini, shuma e këtij investim do të jetë kontrata në të cilën ne kemi nënshkruar është 99.500 euro, në qoftë se nuk gaboj, ndoshta kjo do të kaloj disa mijë euro në qoftë se kemi disa punë shtesë për sa i përket këtij investim. Po ashtu komuna apo sekretariati për çështje komunale ka shpallur një tender për rregullimin e një parku të madh publik, i cili gjendet në plazh të madh. Tu shuma shumë e madhe, ishte diku afër 200.000 euro faza e parë. Lokacioni saktësisht pranë urës, ku ishte, domethënë, te rrethi, para urës së re në anë të djathtë, është një hapësirë shumë e madhe dhe do të bëhet rregullimi ku do të ketë edhe terrene sportive dhe lojra për fëmijë të ndryshme, kënde lojrave të ndryshme, dhe do të jetë një hapësirë shumë më e madhe publike. Po ashtu cili është afati i kozjatjes deri në realizimin e këtyre? Ajo do të procedurat tenderike janë përfunduar dhe besoj që brenda 2 muajve do të përfundohet edhe ky investim. Ne po ashtu jemi duke përfunduar projektin
të më thënë të janë 4 lokacione, 4 parqe të re, të cilet 2 janë përfunduara, dhe 2 tjerë janë në prag të fillimeve të punimeve dhe janë përfunduar procedurat administrative, nëse mund të them. Po ashtu jemi duke përfunduar projektin për një street ball, cila ky terren i cili do të jetë në pronë të komunës, në rrugën e Kosovës, pra domethënë rrugët që çon prej prapa komunës që të çon deri te ish hoteli Galepa. Dhe kështu që besoj që me këto investime sadopak kemi arritur që të ngrisim nivelin apo një vend të ku fëmijët do të kenë vende dhe hapësira ato të luajnë. Po ashtu vend të përmendet që komuna në vitin e kaluar i kemi restauruar terrene sportive në Valldanos, një tër basketbollit, futbollit dhe kështu ata janë mjaft të vizituar. Ne kemi shpallur edhe një tender i cili nuk kemi pasur të interesuar. Bëhet fjala për një park të vogël fëmijëve i cili është pranë objektit Holegro, pra në pjesën e djathtë të objektit Holegro, para se mritet te ish hoteli Kalep. Ai tender do të përsëritet, pra dhe aty do të bëjmë një park të vogël, kështu që besoj që me gjitha këto investime të cilat janë bërë në këtë sferë, është realizuar, punojmë, kemi edhe disa ideja të tjera për një adventure park ose diçka të ngjashme, mirë po këto unë vetëm i ceka disa të cilat janë realizuar dhe janë në realizim. Sa më tepër që ka parqe për fëmijë, aq më mirë dhe një qytet më të bukur. E dim dhe kemi parë që parku në afërsi të shtëpisë kulturës është jashtëzakonisht është një risi ndryshe, është i përgjason ndoshta parqeve europiane. Por dua të theksoj në këtë pikë kush është tani përgjegjës për ruajtjen e këtyre parqeve. Aty është, domethënë, problemi kryesor. Kush është përgjegjës për ruajtjen, monitoringun, mirëmbajtjen e këtyre parqeve? Ne ja kemi dhënë sekretariatit për çështje komunale dhe ato do të bëjnë një zgjidhje ne si komunë që këto parqe të jenë në mbikëqyrje të dikujt që me të vuan kamerat, të jetë një person i cili do t'i mbikëqyr, se siç e thaça më herët, veç kanë filluar të prishin, kështu që nëse ato nuk monitorohen, nuk mbikëqyren nga një organ kompetent ose të vuhet një njeri i cili do t'i mirëmbaj, unë them se shpejt do të mbesim pa ato parqe ashtu si kemi mbetur edhe më herët. Andaj edhe ne si komunë kemi përgjegjësi shtesë që të mbikëqyrim ato parqe, edhe në anën tjetër qytetarë që të jenë pak më të përgjegjshëm ndaj pronës publike. Në fund të deklaratës së tij, Karamanaga u bëri thirrje qytetarëve që të tregojnë kujdes dhe të ndihmojnë në mirëmbajtjen e këndëve të lojrave publike, duke njoftuar se së shpejti do të vendosen kamrat dhe një mbikëqyrje si posaçëm për monitorimin dhe mirëmbajtjen e tyre.